Gruaja martohet për fe e jo për bukuri. Një ditë prej ditëve më erdhi përgjegjësi i një familje të ndershme, që patën njoftuar më herët dhe më shprehu dëshirën e vet që të marton vajzën e tij për mua. U pajtova të dalë dhe të shoh vajzën sipas kritereve që jep Islami, por ajo nuk më pëlqeu fare. Nuk ishte e bukur dhe ishte e vjetër në moshë. Vendosa që të mos e martoj. Ajo i ndjeu shenjat e pakënaqësisë në fytyrën time, mirë po, para se të largohet e mbuloi fytyrën e saj dhe më tha: "Ti je burri i fundit në jetën time që do ta sheh fytyrën time dhe nuk do të martohem asnjëherë." Unë ngrita dhe u largova nga vendi dhe arrita në shtëpinë time, por nuk mund të bëj gjumë, ndoshta nuk besoni. Fillova të ndjej dashuri të çuditshme ndaj saj që më bëri të harroj pamjen e saj dhe më rikujtonin fjalët e saj dhe thash pasha Allahun, fytyrën e saj nuk ka për ta parë asnjë dhëndër tjetër përveç meje. Nuk kisha durim të pres dhe trokita në derën e prindit të saj në ora 3 të mëngjesit. E hapa derën dhe i thash të nesërmën dua fejis me vajzën tënde. Të nesërmën kur u fejuam prindi i saj me përqafoj, filloi të çaj dhe më tha: "Allahu t'i largoft brengat ashtu si ma largove brengën time." I thash: "Kjo do të jetë me lejen e Allahut gruaja ime në dynja dhe në xhenet." U ktheva në shtëpi të pushoj dhe e lajmërova shokun tim të më ndihmojë në ceremoninë e martesës dhe dhuratave. Dhe pas një periudhe shumë të shkurtër u martova me të. Ditën e martesës vajza më tha: "E di se më martove prej mëshirës ndaj meje, mirë po, pasha Allahun, nuk do të pendohesh asnjëherë." Dhe më të vërtet, Allahu e bëri në sytë e mi të jetë gruaja më e bukur e dynjas dhe më furnizoi me 3 vajza, të cilat janë kënaqësia e jetës sonë. Ajo më të vërtet u bë xheneti im në dynja, e as nuk e ngrit zërin ndaj meje, as nuk zemërohet me mua dhe sjellja e saj është më e mira. Ngjarjen time të jetës, pata dëshirë të ndaj me ju dhe të jetë mësim për të gjithë ata që japin përparësi bukurisë para fesë dhe moralit. E vërtet është se edhe unë gabova, por Allahu më mundësoi të mos vazhdoj në atë gabim dhe ta martoj një grua që ka fe dhe moral, të jetë kënaqësia e syve të mi në dynja dhe me lejen e Allahut edhe në xhenet. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: "Femra martohet për 4 gjëra: për pasurinë e saj, nderin e saj, bukurinë dhe fenë e saj. Zgjedhni atë që është fetare që të keni begati." Nga arabishtja, Irfan Jahiu.